4/058 i 5/8 janar 2009, vendimi i dënimit i arkivuar sipas këtij ligji konsiderohet i paqen me kusht që për një periudhë 18 mujore mos ketë shkel prap ligjin në Greqi. Kaq. Tani para se përfundonte afati i apelimit në datë 17/6 është miratuar ligji numër 3346/2005. Ja kjo ti ke prokurën e posaçme. Po, 31 mars 2003. Atëherë, ne të përfaqësuarit kështu, thot të më përfaqësoj në pranë, siç e kanë bërë, Ministrisë së Rendit Publik në Athinë, Greqi. Pra në Ministrisë së Rendit Publik në Athinë, Greqi dhe në çdo institucion tjetër ku tjetër nevojshme. Shumë dakord. Tani mos ta Ku e gjen një proces verbal që ky zotëria ka vajtur atje? Po e tani. Pse si ka thënë? Një sekond. Latna. E dinte kjo zonja që ka filluar aty në fund. Tani këtu kujtos firma këtu. Një sekond, ore kjo prokuror është vërtet. Kjo prokuror, por. Po çfarë ka thuar? Po çfarë ka thuar? Ky zotëria ka vajtur, ka riparuar atë kthimin e asaj vize. Ky zotëria. Sa për t'jeni? Këta di ti. Oredi me që u bërë kështu kjo punë, të lutëm Varaku, lexoje pak. Përpara se të përfundonte afati, lexoje. Përpara se të përfundonte afati i apelimit me datë 17/06/2005, është miratuar ligji 3346/2005 për shpejtimin e procedurës para gjykatave civile dhe penale, sipas edhe interpretimit kryer nga GEDN në çështjen Panou kundër Greqisë. Vendimi i dënimit sipas këtij ligji konsiderohet i paqen, me kusht që për një periudhë 18 mujore nga publikimi i ligjit. I shuar dhe i paqen. Çfarë deklaroi që ka marrë një vendim paqen? Tani, avokat, se duhet ta mbyllim. Tani, fjala e fundit, çfarë do të prodhoj kjo? Asnjë gjë. KLG-ja çfarë do bëj? Kush do, shiko, ky është një. Nëse KLG-ja fjala vend merr një vendim për ta pezulluar, çfarë do me dosjen? Nuk e pezullon dot. S'ka fakte ta pezulloj. A ka dënim? Edhe një, nuk ka dënim dhe kjo nuk figuron më rtita pjesë. Sepse aty po diskutohet për formulën e prokuroria që është autentike aty. Ore lëre më çfarë thot ajo, thot, po nuk thot ato të tjera të parat. E qartë. Ajo nuk e pasqyron çështjen Panu. Ajo nuk e pasqyron raportin që ka bërë organizata ndërkombëtare monitorimit. Ajo s'ka bërë tim fare më, vetëm ka marrë një vendim, ky vendimi kështu dhe pra KLG apo më thua? Për vendimin tim, nëse kam dy trum kok, ata mos të bien pre e agjenturës greke që është ulur këm kryq në Tiranë. Dhe ky është një sulm politik që i bëhet asaj. Kaq. Dhe do ta dini këtë që është sulm politik me prapavi për të goditur në reformën e drejtësisë, për të goditur integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për të goditur marrëdhënien e kryeministrit Rama që ja çamba në sistem dhe pjesa tjetër për të bërë kokturku Irena Gjokën. Pse? Se ira pjesa me short të gjykoj, një sekund, të gjykoj Sali Berishën, Ilir Metën, Beleri dhe vetëm pse dha. Nëse ja dalin kjo, i bie që i prodhon gjitha këto pasoja, pra dëmton. Ore ata në gjyqtarë, një gjyqtarë lexon. Ore, ne jemi jurista, unë dhe nardim jurista, ne lexojmë kështu. Pavarësisht debatit dhe polemikës. Ideja është një gjyqtar e lexon në bazë kronologjike të vërtetat e kësaj. Dakor, avokat, si e shikon, çfarë do bëj KLG-ja? Si e paremon në bazë të fakteve, Atë si e shoh unë, atë që do duhet ta kishte bërë Spaku, me shumë dobiçllëkja ka kaluar KLG-s, tek për mendimin tim KLG-ja nuk ka për të marrë asnjë vendim i cili mund të ketë pasojë për zonjën Irena Gjoka. Flogert, si e mbyll këtë histori se duhet ta mbyllim? Unë kam me komunikimet që kam patur me kolegë të miqve, më thonë që parimi i sigurisë juridike është parim kushtetues, kështu që në raport me vendimet që zonja në fjalë ka marrë deri tani, ligji nuk ka si fuqi pravovepruese, edhe nëse ajo shkarkohet fjala vjen, çdo vendim që ajo ka marrë deri më sot konsiderohet i ligjshëm dhe nuk ka fuqi pravovepruese. Ky parimi kushtetues i sigurisë juridike. Ke shumë drejt aty. Se ajo ka qenë gjyqtare në atë rast. Por këtë po flasim avokat se mos ka diçka. Rasti më tipik është rasti i Antoneta Sevdarit. Kjo mund mos prodhoj asnjë gjë në Shqipëri, teorikisht po flas. Por prodhon një bombë me sahat në Strasburg. Më dëgjoj.
Dhe rasti tipik është Antoneta Sevdari. Antoneta Sevdari ka pasur një vendim për heqje nga sistemi i drejtësisë, i cili është marrë në KPA, ku relator ka qenë Luan Daci. Pasi e ka dhënë vendimin për zonjën Antoneta Sevdari dhe ajo u hoq për 15 vite nga sistemi i drejtësisë, rezultoi që Luan Daci kishte fshehur një dënim të tij në vitin 1997. Dhe kur doli kjo gjë, Luan Daci u hoq nga sistemi i drejtësisë dhe Antoneta Sevdari shkoi në Strasburg dhe i tha Strasburgut: "Unë jam gjykuar nga një person i cili nuk do të ishte aty të më gjykonte mua." Çfarë prodhoi kjo? Dhe çfarë prodhoi? Strasburgu i dha urdhër shtetit shqiptar. Nuk është i ekzekutueshëm vendimi i Strasburgut. Nuk është i ekzekutueshëm. Po vazhdo. I dha urdhër shtetit shqiptar. Është ekzekutueshëm. Dhe Antoneta Sevdari. Nuk është ekzekutueshëm vendimi i gjykatës. Antoneta Sevdari sot është prokurore në prokurorinë e Drejtorit të Përgjithshëm Tiranë. Kjo është. Tani të njëjtën gjë, është identike njëjta gjë. Tani çfarë do ndodhin? Do ndodhin që do shkojnë nesër Fredi Beleri, Sali Berisha, Ilir Meta, të gjithë këta, të cilët do dënohen nga gjykatat shqiptare, pra mund të dënohen nga gjykatat shqiptare, në fal, por do shkojnë aty në Strasburg, aty as do t'ja din ata, a është Irina Gjoka sot aty apo s'është mo. Harrojmë këtë histori. Po ata do marrin, do e shohin, a është i shuar apo jo ky dënimi? As atë zot. As atë. Se pra të Luan nuk e pan që ka qenë dënuar. Duhet gjetur artifica, duhet gjetur artifica avokatore. Artific mo, kjo e po pas ka bërë doktori me Irenën bashkë, që t'ja hedhi doktori, ka zgjedhur Irenën. E njëjta gjë ku shkon po unë ja fuskoj gjithmonë. E njëjta gjë të gjithë gjë po bën sot Erion Veliaj ta kesh pjesë fundit, ndoshta këtë me Olsdadon. E çon Olsdadon, domethënë për mënyrën se si ai është bërë prokuror, jo se do që ta heqë nga prokuroria e Spakut apo nga prokuroria më. Do të delegitimoj. Sepse do të delegitimoj procesin ndaj tij me qëllim që të kur shkojnë në Strasburg ta kemë më thjesht. Kaq është historia oret. Dakor, thjesht. Na duhet të mbaruam ne me këtë histori tani, do fillosh prapë se ti e ke marrë ardha. Ti nisesh me të tretin nga vendi apo? Avokat, pas se ti ikësh në kushtetuese, kemi 10 minuta kohë. Si e shikon punën e Belinda Ballugut? Shiko, unë atë debatin që ndodhi, prezantimin që bën. Unë i qëndroj pjesës për të cilën kemi një tejkalim kompetence dhe shkelje të pushteteve, të cilat një pushtet nuk mund të ndërhyjë te pushteti tjetër, pra kemi pushtetin e drejtësisë që sot me atë kërkesë të strukturës posaçme, me atë vendim të GKK-s për mas pezullimi, ndërkohë që një ministre as pezullohet në asnjëherë, por vetëm emërohet dhe shkarkohet sepse është funksion kushtetues në këtë pikë, dhe marrëdhënia tjetër, të cilën ne po flasim, është që Neni 93 dhe 103.3, ata këtu do të bazohen që personi ka imunitet dhe rruga që ndoqën më prapa, struktura e posaçme, ishte e dura që do të vinte në këshillin e mandateve për të kërkuar atë mas të cilën vendosën. Pra, kjo është rruga që duhet të bënin, por jo kurse si që të merrin masën pezulluese, sepse nesër mund të dali njëri, pikra i lajthit ai, edhe nxjerr pranon 10 procedime penale, 15 procedime penale dhe pezullon gjithë ministrat. Më thoj ti më, ka të drejtë? Ke propozim, blokon punën e qeverisë. Ma kupton, kemi ndërhyrje të pushtetit dhe rruga e dytë, të cilën ata bën është rruga e dur. Ajo që vajten në këshillin e mandate për të kërkuar heqjen e imunitetit e tjera për zbatuar ato procedurat e vetas që kanë. Këtë kanë gjithë tjetër rrugën pret. Kështu që unë mendoj që kjo marrëdhënie e cila do ndodhi, tani ne nuk po bëjmë orakull këtu, secili na e shikonte që unë erdha me prova, në ardhi lexon ndryshe. Se në ardhi si pa. Unë i lexoj, në ardhi si pa, në ardhi del ndryshe. Unë vi me dosje për të bërë analizë, valla. Unë shkoj me dosje në gjyq. Nëse jemi jurista, do bëjmë këtë në gjyq me dosje. Po nuk mund të ngarkojmë një person. Tani këtu jemi për publikun, ne nuk jemi për njëri tjetrin. Po sigurisht, pra, publiku i duhet dhënë provat. Avokati solli provat në këtë rast. Ti bëri lexim të respektueshëm. Shumë mirë më bëri se stash asnjë. As nuk kundërshtova. Po s'ka. Unë kam drejtë sikur të ke drejtën tuash pjesën tënde. Një sekondë. Dhe ne kemi rënë dakord që mos bjem asnjë dy dakord për këtë çështje. Shiko.
ne kemi një marrëdhënie, shiko, ne kemi një marrëdhënie ashtu siç e kemi. Dgjoj vllai, se nuk na penalizon kjo edhe ky debat. Fare zero. Por neve, dgjoj vllai, ka prova, edhe një herë si unë dhe ti, kemi një marrëdhënie juridike për të treguar të vërtetën. Në këtë rast, për të thënë dy elementë të cilët ashtu është, sepse ti e shikon kështu o Petraj. Po si shkojmë provat, jo unë. Po pra, unë pas provën që nxorë ti. Prova jote ishte dënimi i 2005-s. Ti the që ky s'është i vërtetë. Edhe shurja e 2005-s. U kthyem prapë, jo te kushtetuesja, kjo që tha avokati. Ka gjithë drejtën e Zotit ta mendojë se unë e mendoj ndryshe. Për mendimin tënd po të pyet drejt. Logjika ime është kjo. Po. Kryeministri ka shkuar në gjykatë kushtetuese dhe thot një përplasje kompetencash. Pra drejtësia më ka marrë një kompetencë të cilën nuk e ka atribut. Po. Thot kryeministri. Nuk është ankim, do t'japin mendim. Po pra, nuk e ka atribut dhe thot, kjo është pika e parë që thot kryeministri, dhe pika e dytë thot më interpretoni thot nenin pikën 3 të nenin 103. Po. Okej. Këto të dyja janë pikat që ka shkuar kushtetuese. Tani një nga një, e para një herë që unë të marr diçka, do duhet që ti ta kesh atë. Pra në qoftë se unë si institucion, po e them, institucioni i drejtësisë, ty si ret, si institucioni ekzekutivit, të marr diçka, do të thotë që ti e ke këtë. A e ka kryeministri i vendit pezullimin si kompetencë? Fare. Jo. Emërim shkarkim. Ka emërim të shkarkim, madje dhe emërim shkarkimin nuk e ka ekskluziv. Sepse e vendos presidenti. Sepse e dekreton voton parlamenti dhe e vendos presidenti. Dhe këto të dyja nuk ka ekskluziv. Kemi këtë zinxhirin. Ashtu. Pra pezullim nuk ka. Pra kryeministri nuk mund ta pezullojë një ministër. O e shkarkon o e emëron. I kërkoj mendim kushtetuesës. Kurse në rasti konkret gjykata ka thënë, nuk të ka marrë ty, të paktën kështu u mbrojt në gjykatë kushtetuese. Nuk të ka marrë ty asnjë lloj kompetence. Gjykata nuk u mbrojt. Pezullor ministri. Jo, ky i spakut. Prokurori po, gjykata nuk u mbrojt. Gjykata nuk mund të vinë të bësh e parë dhe shumë i bërë. Se gjykata nuk mund të jetë parë aty. Nëse ti e ndoqja atë seancë. Në ndoqja seancë dhe prokurori tha dhe prokurori tha dy gjëra shumë të rëndësishme aty. Tha e para, tha nuk i kemi marrë kompetencë, por kemi kërkuar domethënë pezullohet për shkak se duhet të bëjmë hetimin, dhe e dyta për shkak të kësaj gjëje, hetimi jon është damkosur. Po e them unë damkosur, ai tha në mënyrë të latuar, të gjuhës shqipe. Është cënuar në mënyrë të rëndë. Ka thënë, tha prokurori në atë sa. Tani unë nuk futem oret në mendjen e 8 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Por unë gjykoj të mënë që çfarë do lloj vendimi që të marrë gjykata kushtetuese, do jetë një vendim historik, sepse do vendosi një pedale të madhe. Do vendosi vijën e demarkacionit për sa te Komisioni i Venecias, se ishte kjo kërkesë. Ja, ajo është këshillus. Komisioni i Venecias opinione japin. Ai i Venecias si vetëm opinion. Mendime jam, edhe kjo me gjykata kushtetuese do japi opinion aty më. Nuk do dalim me vendim. Jemi apo si jemi në këtë pikë dhe do vendosi vijën e demarkacionit të ndarjes së pushteteve. Këtu nuk flitet për zonjë balluku më vëlla. Këtu flitet për elementin e pushteteve, ekzekutive. Më fal pak. Shko ku, sepse kemi relatuar këtë histori në disa studio. 288 e kodit procedurës penale ka një ngërç. Nuk i shpreh për këtë masë të cilën ka marrë gjykata dhe ka filluar prokuroria. Në jeni 242 ka vetëm funksionarin publik, përveç atij të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Por ministria në këtë rast nuk është funksionare publike. Çfarë është ajo? Por është funksion që ka pushtet kushtetues. Është funksionar kushtetues. Jo, moreja. Po sikur ministrat mos kishte qenë deputete, po ti ishte vetëm ministër? Sepse kemi double imunitet. Double. Tani ti e vishim ne ja 2 a 3 imunitete nga grama. Ministri ka imunitet si deputeti. Po kështu thot ligji më. Po, ka te pika 2 që ka kërkuar kryeministria, thot më interpretoni në pikën 3 në 103. Pika 3 në 103 thot ministrat gjatë kohës ushtrimit të detyrës së tyre kanë imunitetin e deputetit. Bravo. Edhe ata që janë deputet. Po prandaj thot sepse mund të ketë ministra dhe për ministrin shkohet prap tek këshilli mandate që i hiqet nëpërmjet parlamentit. Po dëgjoj një sekondë. Po këtë që kërkuan këta. Cakë nuk të shkonte njëri për të hequr mandatin e deputetit. O zotri. Se nuk ishte fare deputeti i Republikës së Shqipërisë të bëjë. Caka as nuk u emëru ministri herë sa për ditë. Se nuk e pranoi Meta. Se dekretoi kur. Se dekretoi kur. Po më thuaj një tjetër që s'ka pas mandat. Ku ti Bora Muzhaqi. Bora Muzhaqi. Po çfarë rëndësi e ka? Tani ky neni pika 3 këtij neni 103
ty të çon me domosdoshmëri, sepse të thot imuniteti i deputeti. Imuniteti i deputeti rregullohet nga neni 73 i Kushtetutës dhe thot neni 73 thot nuk mundet thot që ti një deputet thot ti bësh kontroll banese. Leje tjera. Ti marrësh leje, ta arrestosh ose ta çosh në arrest shtëpi. Vetë kur ka vepër të rëndë penale, në flagrancë. Pra nuk thot neni 73 thot e pezullove, apo i more pasaportën, regjia që nga në top form sot. E kuptove se sa tani po të them edhe një herë. Nuk merrem me histori se çfarë do vënë gjykata kushtetuese. Unë di të them që gjykata kushtetuese deri tani ka qenë në një lloj dualizmi të fortë, 4-4, 3-5, domethënë është ndar mendimi juridik në gjykatë kushtetuese deri tani ka qenë me të vërtet shumë i balancuar. Se ku do shkojnë? Tjetër gjë. E di. Gjithsesi, me fjalë kjo do varet nga Këshilli i Mandateve, të cilat janë me të vërtetë ato prova që ditu ta e bëre gjykatë Këshilli i Mandateve. Po normalisht aty do vej, sepse janë ata të cilët vendosin për fatin e ashtu siç është vendosur edhe për deputet tjerë. Po vendos për 24 orë vetën ata, budallëja ata. Edhe një herë. Shikom. Ke drejt aty. Ka një gjë. Nardi. Berisha si ai që kollajnë neve, po jo aty. Berisha si hoç 24 orë. Si e kanë heq? 24 orë. 17 dhjetor, 18 dhjetor. Tani, nuk po flet për Berisha këtu më tani, një sekond. Edhe një. Berisha shkeli vendimin e gjykatës aty më bor, nuk respektoi vendimin e gjykatës, ishte në rregull. Detyrim paraqitje kishte, nuk cënoi nga aktiviteti tjetër. Koço këgdhima. E tani, edhe një herë, pjesa tjetër, edhe një herë, ajo që cilën shikoj unë, reforma në drejtësi po jep problematikat e veta dhe kodi i procedurës penale patjetër duhet ndërhyrë urgjentisht sepse po jep shumë defekte. Sidomos për rastet e funksionarëve të lartë shtetëror që paprekshmëria po kalon nëpërmjet filtrave të gjykatës, ju e shikoni vetë që brenda 10 ditëve që ai merr dieni nga komunikimi i akuzës që thritet i pandehur, ai ka vetëm 10 ditë kohë për të bërë parashtrimet me organet e akuzës. Nuk mjafton të lexosh 70 faqe, 100 faqe, 150 faqe tjera. Ky është një ngërç. Pjesa tjetër që nuk arrin dot të respektojnë këtë afat kohor në bazë të kodit të procedurës, kemi pjesën tjetër. Kemi gjyqtarin e seancës paraprage. Te gjyqtari i seancës paraprage, përsëri, nuk kanë takat të lexojnë 150.000 faqe për të marrë me vete dhe për të nxjerrë një pikë sqaruese për të kundërshtuar akuzën dhe pjesën e pavlefshmërisë së akteve. Dhe prandaj them, dhe për pjesën e nenit 242 duhet ndërhyrë, dhe të 288 të kodit procedurës duhet ndërhyrë dhe të marrëdhënia e procedurës për afatet kohore, leximin tjera, të gjyqtari i seancës paraprage përsëri duhet ndërhyrë. Se ndryshe, ky është një kaos dhe këto problematika kanë dalë tani. Kjo është ajo për të cilën mendoj që do të jetë avokat. Të falenderoj se unë e di që do lëvizësh. Regjia siglën lutem. Është bashkuar me ne kolegu i Report TV-s Denis Minga. Denis, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma, faleminderit. Besoj na ndoqe pak për ndiqja për këtë bashkë me avokatin. Për Ballukun kishin ai koment se si do të shkojë gjëja? Tani unë mendoj që me datë 28 nuk ka për të pasur vendim, paktën sepse do jetë diçka përderisa është shtyre, kështu që nuk do kemi vendim. Do ta shfrytëzoj këtë kohën që mori, kam përshtypjen duke qenë se aty do luhet prapë me këtë idenë sa faqe ishin Flokert? 16.000. 16.000 faqe, do luhet prapë me këtë idenë, jo se kemi lexuar, jo pa ashtu, jo, po kështu që do shtyhet. Çështja dhe do kaloj do kërkohet një moment tjetër për të kuptuar cili do jetë qëndrimi i mazhorancës. Flokert, pjesën e parë të emisionit kishim dy avokatët që si jemi gjithollok pra. Tani më, si e vlerësove protestën e opozitës? Merremi pak me çfarë po ndodh pas rikonfirmimit të ftesës së Ramës për në Washington që e kemi diskutuar dhe bashkë në emision. Tani më duket sikur gjërat janë më të relaksuara, po protesta si të duk, a reflektoi kjo tek protesta? Dëgjoj, protesta ishte fantastike, e them pa ironi, se dija që do qeshtë. Jo, ishte fantastike, domethënë, të bësh si opozit blofet asaj natyre që bën Partia Demokratike. Që thoshte Flamuri, tani iku Maduro, tani do vi radhe era Madurës, se thash. Ta karikosh popullin me një të pavërtet të madhe. Të dekonspirohet dhe të shpërbëhet narrativa
3-4 ditë përpara protestës dhe të vinë sërish aq shumë njerëz, aq të motivuar për të protestuar, kjo është për të përshëndetur dhe për të përgëzuar çdo njeri që ka qenë në atë protestë. E kam seriozisht shumë sinqert. Problemi që unë shoh pastaj te protesta nuk është tek njerëzit, është tek ata që e thrasin protestën. Pra ti thret njerëzit. Njerëzit vinë aty. Ju mbush xhepat me molotov. Ata guxojnë dhe ja hedhin policisë dhe institucioneve. Është politike, ëh? Nuk është protestë që mlidhen njerëzit rastësisht dhe shfryn dufin e tyre. Ka përgjegjës kjo situatë. Ata marrin përsipër përgjegjësinë. Vinë aty. Për leshën me policinë. Është e drejtë e tyre, përgjegjësia e tyre nuk ka rëndësi. Dhe ti përdor mllefin e tyre. Thjesht për të bërë një pazar të radhës, nuk e di çfarë pazari mund të jenë duke bërë me Ramën. Dhe i kthen sërish në darkë në shtëpi se fillonte Big Brotheri përgjysore, kjo është çmenduri. Çfarë kam thënë para javës? Ishte Big Brother E mbyllën me Big Brotherin. Filloi protesta gjysmë ore pas të fillonte Big Brotheri, e mbylli doktori fjalimin, ikën gjithë shtëpitu pa Bikun. 8-0. Pra, ti thua ne do përballemi në mënyrën fatale dhe përfundimtare me Edi Ramën dhe nuk ka më veç qeverisë teknike dhe zgjedhjeve me qeveri teknike, i nxjerr ata, i karikon, i përdor, ata bravo ju qoftë vinë dhe japin maksimumin protest dhe në vend që t'ju thuash tani dëgjoni, ne nuk lëvizim më nga këtu. Nuk ka nevojë, po deshti le të na bashkohet Adriatik Lapaj, por atë që po bën Adriatiku jemi të vonuar ne për ta bërë. Këm kryq përpara sheshit, çfarë tjetë ajo grevurie, ku di unë se çfarë, dhe thirrë popullin aty këm kryq, revolucion, të heshtur si Gandhi, pezullimi i jetës ekonomike, politike, sociale